me këto ushqime ju do pastroni mëlçin dhe zorët. Para se të fillojmë me videon, do ju jemi mirënjohës nëse na bëni like dhe subscribe. Mëlçia është një nga organet më të rëndësishme në trupin tuaj. Është përgjegjëse për filtrimin e toksinave, prodhimin e tëmthit për të tretur yndyrnat, ruajtjen e vitaminave dhe mineraleve, si dhe zbërthimin e ilaçeve dhe substancave të tjera. Një detoksifikim i mëlçisë është një mënyrë natyrale për të pastruar mëlçin tuaj, për të hequr toksinat e dëmshme dhe për të nxitur funksionimin e saj të shëndetshëm. Uranë Shqip ka përgatitur për ju një recetë të shpejtë dhe të thjeshtë për të detoksifikuar mëlçin. Receta e perimeve të pjekura me hudhër dhe shafrani i Indis. Hudhra dhe shafrani i Indis janë të dyja ushqime të fuqishme që mbështesin shëndetin e mëlçisë. Pjekja e perimeve me këta përbërës krijon një pjatë anësore të shijshme, që është edhe shumë e shëndetshme, por edhe shumë e shijshme. Përbërësit: një fixhan lule lakër, një fixhan lule brokoli, një lugë gjelle vaj ulliri, 40 pil hudhër të grirë, gjysmë luke çaj plur shafrani, krip dhe piper sipas dëshirës. Udhëzime: ngroheni furrën në 200 gradë Celsius. Në një tas të madh, përzgjeni lule lakrën dhe lule brokoli me vaj ulliri, hudhër të grirë, shafranin e Indis, krip dhe piper. Shpërndani perimet në mënyrë të barabartë në një tepsi. Piqeni për 20 deri 25 minuta, ose derisa perimet të jenë të mbuta dhe të marrin ngjyrë kafe të arë. Shërbejeni të ngrohtë dhe shijojeni. Kjo pjatë është e mbushur me antioksidant dhe veti antiinflamatore, perfekte për të mbështetur detoksifikimin e mëlçisë. Mbështetja e shëndetit të mëlçisë nuk ka pse të jetë e komplikuar. Duke përfshirë përbërës miqësor për mëlçin si zarzavate me gjethe, hudhër, panxar, shafran të Indis dhe fruta agrume në vaktet tuaja, ju mund të mbështesni procesin e detoksifikimit të mëlçisë suaj dhe ta ndihmoni atë të funksionojë në mënyrën më të mirë. Këto receta të thjeshta nuk janë vetëm të shijshme, por edhe të mbushura me lëndë ushqyese që nxisin mirëqenien e përgjithshme. Ju ftojmë që të klikoni like dhe subscribe për të mos humbur asnjë nga videot tona të fundit. Faleminderit.